Përshëndetje. Përshëndetje, zoti Kariqi. E nisim pikë së pari me liderin e opozitës, i cili u paraqit ditën e sotme në kuadër të masës detyrim paraqitje sa i përket çështjeve edhe çështjes që lidhet me atë të Partizanit. Zoti Gjokutaj, duhet ju pyes pak në çpik në çpik është ky po zhvillohet pra e gjithë gjyqi ndaj kësaj çështje dhe pse ndaj zotit Berisha qëndrojnë akoma në fuqi masat e detyrimit paraqitjes. Atëre, siç edhe është bërë ditur edhe nëpërmjet media sot, ne u paraqitëm në SPAK në zbatim të vendimit të gjykatës së apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila ka vendosur masën detyrim paraqitje për zotin Berisha. Edhe sipas atij vendimi, zoti Berisha duhet paraqitet të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji. Që do të thotë që kjo është hëna e parë dhe një hënë tjetër. Në fakt, faza në të cilën ndodhet çështja që tashmë që ka marrë emrin çështja e klubit Partizani, ne kemi është filluar gjykimi i themelit. Pra ne kemi bërë kërkesat paraprake dhe tashti jemi në fazën seancën e ardhshme për të bërë parashtrimin hyrës dhe kërkesat për prova të palëve. Është një fazë procedurale në të cilat palët, përkatësisht prokuroria dhe mbrojtja, bëjnë parashtrimet e tyre, shpjegojnë se çfarë duan të provojnë në këtë proces, pra mbrojnë atë fabulën e tyre, dhe në funksion të qëndrimit të tyre kërkojnë nga gjykata edhe provat që duhet të administrohen gjatë gjykimit në funksion të mbrojtjes së akuzës apo në funksion të mbrojtjes tonë, siç e kemi thënë. Sigurisht një pjesë e provave janë provat të cilat janë marrë gjatë hetimit paraprak dhe ne nuk kemi asnjë problem me to, ato të paraqiten, ne kemi thënë që ky është një gjykim që nuk ka fakt penal. Megjithatë, ne do të bëjmë kërkesa të tilla që gjykimi të jetë shtrues, i gjithanshëm, objektiv, për të mos lënë asnjë gjë mangut, me të gjithë synimin që gjykata të bindet që kjo çështje është një çështje e cila nuk ka lidhje as me prova, as me ligjin, është një provë e filluar në kushte, ju e dini, në shkeljes ligjit dhe të histerisë politike të Edi Ramës, dhe gjithsesi ne jemi përgatitur që të përballemi me këtë gjykim. Kjo është faza në të cilën ndodhemi. Sigurisht që është voluminoze, do të marrë kohë, por kjo do të varet nga ecuria e gjykimit. E qartë, Gjokutaj ndërkohë